Me këtë vend madh shkon edhe shumë përtej kësaj, po flas thjesht për kohët, po i quajmë moderne. Por politika që ndjek aktualisht presidenca Trump në disa nga temat, për shembull aciditeti ndaj Bashkimit Evropian, ke Groenlandën, planet për Groenlandën, cilat që për herë të parë duket që BE-ja po përgatit një përgjigje. Cilat janë thjesht nga tarifat. Janë me planin bazukat një tendencë izolacioniste e Shtetet Bashkuara në dy kontinentet që ajo mendon se i përkasin. Pra që është imperialiste. Hapësira e tyre, po e quajmë imperiale. Pushtimi një territori. Ambasadori foli për britanikët si shembull i perandorive, edhe ato janë faktikisht, sepse janë perandoria më e madhe që njeh historia. Por problemi është se edhe sjellja e Shtetet Bashkuara sot po tregon që ajo që ata e quajnë hapësirë ku i duhet të jenë prezent dhe që duhet ta kenë të tyre, edhe me hyrjen s'ken të Kinës, sepse unë mendoj që i madhi i pa deklaruar që nuk ishte, po që është tashmë është Kina që është ulur në tavolinë dhe ajo kërkon të zgjerohet dhe të bëjë dhe ajo vendin e vet, dhe në këto kushte Amerika po fillon të sillet në një mënyrë gjithmonë me pak miqësore ndaj edhe aleatëve, ndër të cilët danezët janë si të thush, janë populli dhe shteti më i afërt me SBA-n me fakte dhe historikisht me fakte. Sidomos në mbështetjen e konflikteve Irak, Afganistan, edhe numrit vrarëve. Patjetër, qëndrimit në rrezen dhe si thosh në gjatësinë e valës që ka pas gjithmonë politika amerikane për çështjet mëdha botërore. Danezët me atë fuqinë e tyre se vend i vogël janë, kanë qenë gjithmonë ndër të parët, edhe në NATO, edhe në BE. Tani, me këto lloj qëndrimesh, unë e shoh pozitën e Tiranës zyrtare gjithmonë më të vështirë. Tani, kolegu tha me drejt, a mund t'i thuhet jo, nuk mund t'i thuhet jo një kërkesë të tillë nga amerikanët, por problemi është se kur të vim pikërisht te krizat konkrete ku do të duhet votë, qëndrim i pastër dhe i qartë, ose do të duhet që ti nesër të zgjedhësh mes Brukselit dhe Washingtonit në një mënyrë ku ti nuk mund të fshihesh dot më. Brukselit ndërtesë Sandesja, të dyja Brukselja. Atëherë kjo do të jetë shumë e vështirë. Ka një precedent, por që nuk është SBA-ja e përfshirë drejt për drejt. Tradicionalisht, po jo vitet e fundit se kemi abstenuar, kur është folur dhe diskutuar në KB për tema siç fjala vjen kriza në lidhjen e mesme dhe pikërisht Palestina, fjala vjen, ne gjithmonë e kemi rreshtuar qëndrimin ton me atë të vendeve të tjera të Bashkimit Evropian, edhe pse Amerika, Izraeli dhe 3-4 vende të tjera, gjysma e cilave janë ishuj që si një faskush, kanë dalë kundër dhe janë munduar t'i bllokojnë rezolutat. Pra, ne kemi pas një traditë ku politikën tonë të jashtme e kemi rreshtuar me atë të Brukselit. Tani, me hyrjen kaq ashpër të Trump në lojë, çfarë do të ndodhë? Se di, pastaj edhe marrim të ftesën. Ambasador, me se kërkoj Ergysi. Ergys, po. Jo, për mua është shumë interesante kjo pyetja, i themi do t'jo Amerikës dhe me kë shkojmë ne me ose ai themi do t'jo Europës, se janë të dyja. Të dyja. Pra një moment do na duhet do përballemi me votë. NATO do përballemi me votë. Nga prizmi jon lokal, një vendi të vogël që ka interesat të vocklat vetat, por që për ne janë jetike, janë shumë të rëndësishme. Në fakt, besoj që pyetja nuk është aq e vështirë nëse ne i kalkulojmë llogarit në bazë të interesave kombëtare. Problemi që kemi pas në tash dhe që e kemi pra rëndom nëpër politikën shqiptare kudo, domethënë është që ne nuk ndjekim interesat kombëtare përgjithsisht. Ndjekim interesat e vogla private